Fati e deshti 17 vjetë e prita për 17 vite mla. Pat një smundje të rëndë në kokë. Nuk lam shtet pa shku e pa provu me ndihmu. Pas një vjeti nuk i mbjetoj. Veç veç ma vonë, i kam thonë vetit, jo, dhimbjen duhet me përbalu, por në një mënyrë të punu me veten tënde. Unë kështu e kam marrë. Unë e përjetova qenunit nanë. Fare për mu s'ka pas rëndësi 10 me i pas lindë, kur se kisha ndru. Jo ndru, po se kisha pas atë gzim. Na ngjalli shpinë, u bon një djalë 2 metra. Sot jetoj vetëm. Kam shtëpinë time, kam njerëz afër, komshi shumë të mirë që më respektojnë, kam vllaznit shumë afër, çdo të diel kam vizitë prej tyre, ajo është rregull ligj. Pastaj miq, shok, shoqe. Ka njerëz që jeta i vë përballës provave të rënda, por që arrin t'i përballojnë ato me dinitet, forcë dhe dashuri të pashtershme për jetën. Një ndër ta është Myvedete Gashi Doaci nga Peja, një mësuese 80 vjeçare që edhe sot vazhdon të qëndroj pranë zënësve, duke u apërcjell dijen, përvojën dhe ngrohtësinë e saj njerëzore. Mikpritja në shtëpi na bëri të kuptojmë se sfidat, vuajtjet dhe mosha mbeten vetëm fjalë në emërtimin e tyre, por jo në kuptimin që marrin kur përballen me një shpirt të fortë si i saj. Që në fëmijëri formësimi i karakterit dhe vlerave pati një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si e shinte jetën. Gjithmonë me optimizëm, me besim dhe me ngjyra pavarësisht të pengesave që her pas here përpiqeshin t'i zbenin horizontin. Rrjedhi prej një familje pejane. Kam pas babën hoxh, baba gjallare, gjysht, të gjithë rrjedhin prej një familje hoxhallarësh. Nuk them fetaresh fanatik se fenë e kemi gjithkush në mënyrën e vetë, po kam pas një babë shumë përvarimtar, që na ka shkollit të gjithëve. 6 fëmijë, 3 motra, 3 vllazën. Fatkeqësisht nana më ka vdekur e 52 vjeçe. Po kemi pas një babë shembull që na ka mbajt edhe moralin, edhe jetën, edhe na ka dhuru dashni, edhe na ka dhuru një shkollë tjetës që sot më shërben mu e secilit prej nesh. Kam kry shkollën normale. Atëhere ishte në Pejë u hap, por nuk përfundonte, u dashke edhe një vit me e vazhdu, kam shku në Prishtinë vitin e 5, në vitin 66 kam përfundu, por në atë vit edhe jom punësu në një fshat për fillim. Në vitin 67 edhe jom martu. Gjithçka në moshën 19 e gjys. Qashtu ka qenë, po, mirë më ka ra. Kam pas një bashkëshort të mrekullueshëm. Në nostalgjinë e fëmijërisë, babajnë, motrat dhe vëllëzrit i kujton me aq dashuri, saqë përmbushja familjare ishte motivi i saj për secilin hap. 6 fëmijë, nana, baba dhe gjyshja. Që ato ditë i kujtoj me shumë andje, me shumë andje. Ka qenë një jetë plot qefe, plot loj, plot muhabete. Thash, kam pas babën hoxh, kanë pas shumë njohuri për historinë e popullit shqiptar, sa që shoqet që më vishin, atëherë na bujshim të shoqet, komshit aty, shoqet e klasës. Ai na tregon të historirat ndryshme, sot jemi motnua dhe më pyesin shoqet, atë kujtohet më kur na shpjegoj ke çto baba jot. Një kështu ka qenë kjo fëmijëria ime, e lumtur kam qenë, sepse kur jeni 6 fëmijë, të gjithë në një mënyrë jemi kualifikuar në mënyra të ndryshme. Motrat, vllaznit kanë punu. Një kështu tash kanë edhe 2 vllazën bizneset e veta, familjare, punojnë me familjet e tyre. Fëmijët e shkollum, fëmijët e rritum. Vitet 56,
diku këtu ishte, e kam një foto të klasës së parë. 53. Viti 52-53. Jam me mësuesin tim, nuk shifet se është foto e vjetër, po kam pas djalin e tezës mësues. Edhe nuk muj me harru atë ndjenjë, kur ditën e parë që më ka marrë me më qenë në shkollë, ka qenë shkolla Lidhja Prizrenit, tash që është, i thëshim na atëherë shkolla madhe quhej, se ju nuk e dini. Unë kam pas shtëpinë Ure e Ngurit, tash ku është e din? Aty ka qenë ajo lagja quhej Mahalla e Protës, aty ka pas vetëm Sërb. Edhe lagjin ku kom jetu ka pas Sërb, po me ta tregu një gjatë që mërë me mend tash më ka jetë mbres. Fëmijët e Sërbëve delnin atje te rruga, kapeshin për dore, na shqiptar që vishim me shku në shkollë, pa tjetër ka një shuplak në kokë kishin. Edhe tash unë i thësha babes, po brasi, po na hin, për gjithë po na hin. Hajtë thëke, ti shtin e kryt për fundi nga ti je fort, s'ka me ta hi mu. Tash ti i shoh fëmijët me nana, çfarë përcjellje bëhet, çfarë, po atëri po bëshim edhe më të fort. Po bëshim, e te i kalojsh atë sfidë. E një kështu, pastaj përfundova shkollën. Mbarova normalen, bona mësuese. Jeta shkollore ka qenë shumë e bukur për ne. Nuk e di edhe pse kemi jetu në kohë, po kemi qenë qaq të lidhun, qaq në shkollën e mesme. Kemi qenë një gjeneratë të shkëlqyshme që sot jemi një 8 shoqe që e vazhdojmë, takohemi çdo javë. Do të thotë për 60 vjet nuk ndahemi fare. Po, jam e lumtur që fëmijët tanë të gjithëve po e gëzojnë lirinë tash. Merreni me mend, po e kthej ti me prit për ditë me tra një shuplak dhe ti ki dëshirë me shku në shkollë, sepse duhesh me kry shkollën. Tani kur i shoh këta fëmijë, kaq të lumtur, kaq të mos zot, sa mirë që arrita me pa gjitha këto, e mos të flas që zgjodha profesionin e mësuesisë edhe më kënaq. Në moshën 19 vjeçare rëfen që fati i buzëqeshi edhe në punësim, por edhe ju hapën një etapë tjetër, ajo e martesës, 2 dashuritë më të mëdha të jetës së saj. Martesa dhe me hymë punë. Kam pas një martesë shumë të mirë, kam pas një burr që ka pas emër, baba i tij, vjerë jem, ka qenë hoxh, që ka studiu në Kairo për 7 vite, Haxhi Yahya Daci, cilin e kanë pushkatu në Drenic në fshatin Broj. Kalon 6 fëmijë, nusën e re, vajzën 6 vjeçe. Kjo ka qenë fati edhe i familjes burrit, po kjo ka qenë që baba im është gëzu që unë me qenë nuse e Haxhi Yahyas, vjerit tem, që ka qenë një imam i shkollum në Kairo. Ai ka qenë shok me djalin e tezës tem, edhe në qatë mënyrë u takun, dhe që si pahiri, po si me kast. Nuk po di si me ta thënë, ai ma propozoi, ma tregoi familjen, unë i njihsha pak se i kisha edhe agjen e kom pas afer me ta në mahall. Baba jem ishte shumë i mendimit se i pëlqeu familja, po kom pas një jetë mrekullueshme, kom pas shok, bashkëshort, gjithçka. Kështu fillova punën thash në fshatin Budisalc, shkonim me tren, ishte të lovit shtunave, atëherë punoj edhe të shtunave. Ka ndodhë ke hypti në tren pa prik, koma në tokës, për të lovis me hip njerëz. Po kemi qenë ndoshta deri në Klin 3-4 mësues, atëherë nuk ka pas të fshatit, gjithë u thonin prej qytetit atje. Bukur e kom kalu për një 6 vite edhe atje, jam kënaq me fëmijë. Koha mbas prite trenin, del një orë përpara te stacioni, po mosha e re, 20 vjeçe, 21 vjeçe. Pas 5 viteve kalova në qytet. Isha atëherë shumë
ishim shumë mësus, normalja që t'ke për çdo vjet. Nuk kishe fort për qytet. Në fshatra kishim nevojë hala, po unë sikur e lava pak borxhin. Ja dhash fshatit një 4-5 vjet të mijat, pastaj kalova në shkollë elit, shkollën 8 Mars. Aty kom punu deri në pension. Kom pas fatin, kemi qenë një shkollë për zgjedhun elit e qytetit, me kolegë, me fëmijë. Kom punu, gjithë kem punu, nuk flas. Po unë flas sa e kom dasht profesionin, sa i kom dasht fëmijët. Kur s'kom pas gjenerat ndër 45 nxënës. Kur s'ka ndodhë. Se s'mujsha me i këthys. Më vinte t'u kap ke fëmija, mësuse t'lutem. Po që di, nuk më kam pengu. Me kom kry me shumë dashni profesionin. Po, nuk mjafton veç dashnia. Është çështja mënyra se i qasës fëmis. Por jeta për të nuk ka qenë lehtë, ashtu si tregon sot buzëqeshja e saj. Për 17 vite me radhë, ajo dhe bashkëshorti ndërruan të bëheshin prindër, derisa vendosën të adoptonin një djalë i cili u bë drita dhe lumturia më e madhe e jetës së tyre. Por fati kishte rezervuar një dhimbje të madhe në vitin 2003. Djali i tyre ndërroi jetën nga një sëmundje në moshën 18 vjeçare. Humbja e tij la një boshllëk të pamos në zemrat e tyre. Jam prej natyres e butë, kom desht fëmijët të mërësisht shumë. Do të ndërlidhem këtu me fatin e fëmis. Të thashe, kam qenë e martuar. Po fati jonë ka desht mos të kemi fëmi, për një 17 vite. Pastaj me miq tonë, birsum një foshnje të mrekullueshme, mas 17 viteve. U rrit, u bo djalë. Të duhet ta kem diku, një fotot ati. I përziva pak. Tash këtu veç 16 vjeç. Po, fati e deshti 17 vjetë e prita për 17 vite mla. Pat një smundje të rëndë në kokë. Nuk lam shtet pa shku e pa provu me ndihmu. Pas një vjeti nuk i mbjetoj. Tragedi nuk di si ta them. Po se si e kom përballu, tash e admiroj veten. Mbas lufte, viti 2003, nanat provat atë qeki se kem pas edhe një organizat shoqat të grave, Forumi Demokratik i Gruas, për një 20 vite kemi qenë një 15 veta. Edhe merdhen për ngushëllime të nanat që punonin me to me gra. Atëherë ish pas lufta se cila i tregonte të merret e luftës. Ta thonë të drejten, aty për aty vetit i thosha po, unë ndryshe, veç ma vonë, i kom thonë vetit, jo, dhimbjen duhet me përballu, po në një mënyrë të punu me veten tënde. Unë kështu e kom marrë, unë e përjetova qenunit nanë. Fare për mu s'ka pas rëndësi, 10 me i pas lind, kur se kisha ndru. Jo ndru, po se kisha pas atë gzim. Në ngjalli shpin, u bon një djalë 2 metra. Ka qenë një, tash është mbare, unë është me fol një fëmi bukurosh, inteligent, filloj shkollën e artit, shkollën e mesme, në vitin e 2. E la. Po kretat dashni, ja kom plëtsu se i çdo nan, çdo dëshirë. Edhe voziti makinën, krejt paktine zbabit po nana si nanë, mos shko larg, jo të lutem nanë, veç një gjiro se që tash ta kthej. Donte mu rrit para kohe, donte gjitha sikur ta dinte që don me i lënë në gjys. Po, ta është kjo, jeta është sfidë, duhesh me sfidu, duhesh me luftu. Kam pas miqe njerëze
tafërmit, vllaznit, nipat, që me të vërtet nuk mund të them ma zavensojnë plotësisht atë mungesë. Më respektojnë, më ndojnë. Ajo vazhdoi të buzëqesh, të punoj dhe të jetoj me një vullnet të jashtëzakonshëm për gjithë ata nxënës që e prisnin çdo ditë në shkollën ku punonte, të cilët gjithmonë i ka konsideruar si fëmijët e saj. I duhet gjithë fëmijët. Nuk ka rëndësi kiti ose une nxënës të mi sot bi qona për ca raste i kam. Sepse mësuesit i binë, të vjen fëmijë pa prind, të vjen fëmijë pa nanë, të vjen fëmijë me nevoja të veçanta. Atëherë na kemi punu vetë. Përsërit, 5-6 herë përsërit, atëherë ish një farë sistemi pak si ndryshe. Nuk dinte me lexu, nuk dinte përsërite. Edhe po vjen një nxënës, po thonë, ka përsërit 4 herë mos e merre. Unë e qova, thash, unë do ta marr. Po ky mirë bre, unë e marrë, thash, mëskin. Po shumë problem, s'ka rëndësi. E mora dhe ai po thot, a mu mora, shumë jam sherë. Thash, s'ka rëndësi, unë e po du shumë. Edhe shkru emnin e mbi emnit nxënësit, e bëj kryetar klase. Ja shenova emnin, s'po emnoj, tash s'ka dert. Edhe thash, prej sot ti e kryetari klases. Tha, mos ki dert, unë i rehi hiq ti këqyri. Jo, thash, unë e di që nuk i re, prandaj po të bëj, ti je shumë i mirë, veç nuk e di pse. Përbes, kam mësu shkrim lexim, është bon nxënës i mirë, e ka gjetë vetën jetë, më ka ndalë në rrugë, mësu se ti e ajo që mu ma ki zbardh jetën. Sepse dhe ai kishte qenë pa nanë, me njerëk, pastaj më tregonte si ka fjetë për jashta shumë herë, se ka pas ditë, nuk i kom ditë të gjitha me një herë, po veç ajo qasja e parë, ka mjaftu. Këto janë detalje të vogla, të vjen fëmijë pa prind. Qa do në ti tash? Ti je prindi, ti je mësuesi, ti je zoti për fëmijët. Edhe kam pas nxënësin që nuk e ka pas babën. Babën e nanën. Edhe s'mujsha mi përmend aq prind kur spjegojsha. Në një moment ai tha, valla mësuese, tha, babi jam ka lujt tenis shumë mirë, tha, edhe unë du mu bo teniser. Bravo, ta marrën emnin e mbi emnin e nxënësit, edhe thëm, në Lzeka du me përmend sa jedin, do të bëhet teniser si babi vetë. Aq erdhi një forcë e fëmis, se dha i hyni në rrjedhën e prindve, të fëmijëve. Dhe unë e kom qenë shumë e lumtur që ai u shlirun, ju hek një farë ankthi, një farë shlirimi, u boj barabart me të tjerët. Një ndër rastet, ka shumë raste. Po ti sheh me i pa fëmijët nxënës e realizum, nuk e di sa ka kënaqësi më të madhe për një mësues. Nuk ka profesion që nuk gjendesh kudo që t'jesh që ka me dal një nxënës. Por edhe tek miqët e dashamirët gjeti një përkraje që të mos humbas në dhimbjen që i kishte pushtuar shpirtin. Erdha pas gati një vit në për shtetet huja me djalë, në për spitale, edhe përfundoi gjithçka ajo tragjedi, edhe u ktheva te nxënëst. Kolekt me shumë dhimbje që mu ka gjindaj kolektiv në çdo mënyrë. Një profesoresh, zonja Sebie Belegu, që është një grua nderume, mos u mërzit, tha mësuese, ty të ka shku një djalë, ti ki 30 këtu në klasë dhe ma hapi derën e klasës. Fëmijët si fëmijë me çfarë aplauzit, gjithë më rrethune, më shtrëngun, edhe jom përmbajt aq shumë, edhe jom betu vetes. Po, unë do me qenë ajo që kam qenë. Për hir të asaj pjesë e tjetës 17 vjeçare që ma ka bo qaq të lumtun ai fëmijë, unë do të lumturoj fëmijët derisa të jem gjallë. Po më duket edhe sikur ka pak po e realizoj derisa po punoj deri në këtë moshë 79 vjeçe. Tani në moshën e shtyër, nga njëherë kujtimet i mundojnë për dishmërit, e sidomos në sekuencat që ndëlidhen me djalin e saj Shpatin. Djali ka vdekë në vitin 2003. 2003. Për njëherë pas lufte, bile që po ndërlidhen gjanat, ishim refugjat të shku edhe
Vllai i madh kishte një kamion të vetin që punonte, transportonte, mur krejt lagjin, mbi 150 vet. Kamion i madh me kabinë, me kësi mbas me atë rimorkën e madhe dhe djali tha unë nuk du me ty me makinë, du me bdajin me shku. Ani, në ndali policia dhe ato shkoj e mur. Tha kjo është tu qëkë. I thot vllau, jo bre, atëherë ish 15 vjeç, po kjo thmi, po ka qenë shumë shtatë madh. U të merun të gjithu, u bo një përzimje, po me gjithate mbas ca bisedave, e këthyn edhe vazhdum. Edhe krymat pjesën e refugjatit, erdhem në liri, ty mendu që gjithë shka do t'jetë si mbarë, po liria është ma shtrejt, ajo ish koha kur njerëzit kishin humbë shumë, po kjo ish fati ti. Fati ti me përjetu një smundje të randë dhe përfundoj gjithë shka. Po bona e fort, thash vetit, sepse burri s'kishte faj, unë jepsha forcë edhe ati. Unë jepsha forcë, do të te i kalojmë, na jemi bashk. A i kish fëmijët motrave, të vllaut, unë i kisha këta të mitë, i afrum, na kanë respektu, na kanë desht. Po e mbijetova. Prandaj kjo është edhe një secila sfide jetës, është një shkollë për njeriu. Nuk ka jetë pa sfida, është e pamundën qofshin unë jam e gjeneratës vjetër, na kem përjetu edhe kohën kur s'kemi pas shtetin ton, edhe tash e kemi lirinë, e kemi shtetin ton. Fëmijët tanë po rriten sikur që e kemi këqyrë në atë të hujve dikur, veshjet e të gjitha, tash fëmijët tanë janë, sepse tash koha po jetë shpejt, gjithçka po arrin ma shpejt. Prandaj jam e lumtur që një jetë ja kam kushtu arsimit. Pensionimi nuk e priti as mirë, por prapë rrethi i kolegëve e miqeve e befasoi atë sërisht. Pensionova, thuja një vit para pensionimit, në qendrën Duar Plotmëshir, na thirrën një farë seminari dhe ajo motra e nderit, nuk e di se diçka pas këna diskutu dhe mu drejtu tha zonjë, tha ti e ki vendin marte, unë e thash jo, unë pensionona, nuk ka. Jo, tha, nuk pensionohesh ti. Vjen të na. Një vit kom punu edhe në shkollë dhe atje, edhe ja tani po vazhdoj, po buen 15 vite pa e ndërprej. Në qendrën që të thash Duar Plotmëshir, është një qendër, nuk ka në Kosovë, jo me bindun që rrallë ka me pas diku që ka një rregull edhe çfarë punë e bëhet në të qendër. Jemi 3 programe quhen, programi social që është program me fëmijët, programi shëndetësor që bëjnë vizita të smurve në për familje dhe humanitar që shpërndajnë ndihma 3-4 herë në vit për familjet e nevojë. Kurse fëmijët janë, thash, një 5-60% minoritet, janë nxënës të shkollave, të na vinë 3 herë në javë, transporti sigurohet nga ne, ushqimi 2 shujta nga ne. Janë klasë të veçanta, është një sallë e përbashkët, quhet lojnë bashkësi, po aty zhvillohen njësi për edukatën, për mirësjelljen, për dashnin, për fëmijët, një kështu. Vitet sollën në një tjetër goditje të rëndë. Para 7 vitesh, Myvedetja humbi bashkëshortin shokun dhe mbështetjen e saj më të madhe të jetës. Bashkëshorti ka ndru jetë në vitin 2018. E vështirë ka qenë, shumë e vështirë, mbetem në atë dytë, kishte edhe 2 motrat, po fati ti nuk lengoj, ashtu ka shku në moshën 82 vjeqare, a kemi pas një 10 vjeqare diferencë, po që ka qenë e mrekullueshme. Unë kam qenë tip pak ma happy. Kemi bisedu, kemi ecë, kemi shetit, kemi pas një shoqni të mrekullueshme, kemi qenë një 6 qifte që kemi pas ndajat, atëherë ka qenë ndryshe në për familje, çdo 2 javë të një familje kemi qenë, kemi kalu për mrekulli, vjen keq me qenë, po
me thonë pak, po ka qenë elitë e qytetit. Gjithë kanë qenë me profesionet të shkollum. Dhe kështu, jeta ka kalu bukur. Pastaj kom pas kunatin këtu në shtëpi, kam pas 3 vajza, to jënë rritë bashkarisht me ne. Dhe kështu, sot jetoj vetëm. Kam shtëpin time, kam njerëz afer, komshi shumë të mirë që më respektojnë, kam vllaznit shumë afer, çdo të diel kam vizitë prej tyre, ajo është rregull ligj. Pastaj miq, shok, shoqe. Kam një mike që jemi që 60 vite bashkë, zonjën Luljeta Bajri. Punojmë bashkë në atë qendër, ajo është si vullnetare. Dhe shumë kohë kalojmë të unë e bashkë. Spaku 2-3 ditë njavë është e pa mundën mos me qenë bashkë, dalim, vizita, kështu. Tek mësuesja e hekurt që lirisht mund të quhet të tillë, buzëqeshja dhe dashuria për jetën nuk janë thjesht tipare karakteri, por një filozofi e ndërtuar mbi përvojat, sakrificat dhe sfidat që ajo ka kaluar ndër vite. Nuk e di, jemi pak natyrë. Gjithë familja, kemi pas gjithmonë shumë shoqni. Baba na ka përkra, na i ka mbajt të shtëpia. Na ka leju me njerëz me komuniku. Ajo është pak edhe e lindun. Unë i du njerëzit, unë i du fëmijët për shembull. Merre me mend të një nxansit, një fëmijë vogël kur i jep dashni, kur ti edhe sheh që po realizohet, ai po rritet, thosha zota ka qenë ky te une. Nuk ka spital, nuk ka ambulancë, nuk ka shkollë që një nxans nuk duhet me dalë edhe me më taku. Nuk e di a ka ma kënaqësi. Një kështu, jeta është sfidoje. Mirë po, për profesionin e mësuesisë duhet me pas një farë arti. Do citojet zonjën Pierson, në qoftë se dita bosh profesionin art, mbaje. Qoftë se nuk mundesh, gjeje një profesion ku mund ta bësh artin. Prandaj mësuesia është art. Për mu, jam thash edhe pak natyrë komunikative krejt, po edhe e boj humorin me fëmijët, edhe ju tregoj ngjarje, edhe një moment po ta jep edhe këtu te qendra ku jam. Hajde si me ndihmu të moshuarit, të vjetrit, lypsin. Edhe ti po kine për Facebook gjithë farë raste edhe ne bohna vetë një moment, një e qalë ose një e vjetër edhe ulna ose kërkoj lëmosh. Këto e zhvillojnë në lojën bashkësi me fëmijët. Edhe e qesë një nxans të ta lunë rolin negativ, tjetrin e qesë le ta baj rolin pozitiv. Ose të njëjtin e bëj. Nuk e beson sa ka efekt ajo. Cilin e keqe që e bën këta që e shikojnë, gjithë mbesin, jo mësuese nuk është mirë ashtu. Hajde ta shohim çu kishit qas ju. Në mënyrë pozitive. Del nxansi, më ka përkrahje, më ndihmon, më qet te dera. Kjo bon ma tepër jonë. Se sa dushti me i fol, ose sjellja me nanën, vjen prej shkolle, e gjun çanten, kërkon bukën me të shpejt, nuk pranon me prit. Ose tjetri që vjen e përqafon nanën, e pyeta është lodh, e lën çantën te vendi. Këto kanë vlerë ma tepër. Se fëmijë si mbetet, i flet ti kështu, po tash kjo pjesa po më preokupon, kjo pjesa këtu në qendër ku punojmë, këtu bëhet një punë e mrekullueshme se ata fëmijën kanë nevojë për këto gjëra. Tash jo të gjithë, se tash janë emancipu të gjithë përbes. Të konda me i pa nanat e reja, të gjitha, po thash përfundimi i gjitha kësaj është jep dashni, po dashnia kërkon durim. Qofse këto dyjat nuk i bëjmë bashkë, nuk mund të realizosh. Ti mund t'ja bosh qefin vetes, kom bo këto, kom qenë kështu, kom fol kështu, flet puna, flasin gjeneratat. Nduket se kom mujt deri diku me realizu, jam e lumtun,